Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në gjykatën ndërkombëtare të krimeve kundër gjenocidit. Huthiit në të gjithë momentet që Izraeli vendos Gazën nën sanksionet dhe i lë palestinezët pa bukë, Huthiit mbyllin detin e kuq. Dhe kjo është një shqetësim shumë i madh për zionizmin ndërkombëtar dhe edhe për presidentën Trump. Presidenti Trump, domethënë që kur mori pushtetin përpara 100 e kusur ditësh, 3 muaj e diçka, ka nisur një luftë të pashpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Yemenit. Se normalisht kur presidentët amerikanë duan ta fusin Amerikën në luftë, zakonisht ata shkojnë në Kongres dhe në Kongres duhet që të marrin aprovimin e Kongresit. Ndërsa presidenti Trump as nuk ka shkuar fare në Kongres, po ka çuar aeroplan mbajtëse amerikane dhe me ato bombardojnë natë e ditë Yemenin. Ama megjithatë e bombardojnë Yemenin, jemenasit janë përgjigjur, kanë kërcënuar në shumë raste luftanijet amerikane, të cilat në shumë raste edhe tërhiqen nga deti i kuq, që mos goditen nga dronët dhe raketat e Yemenit, por ajo që ndodhi pra përpara 2 ditësh apo 2 ditësh, kur jemenasit goditën aeroportin e Ben Gurionit, është një përshkallëzim shumë serioz i luftës. Çfarë tregon kjo për sistemet antiraketore? Se tani kemi parë raketat Huthit që kanë rënë në atë territor, kanë rënë në Izrael, po nuk është se kanë bërë dëme. Çfarë do të thotë kjo? Dhe thash, jemi në pikën që para disa ditësh patëm një shpërthim në portin më të madh të Iranit, një nga portet më të rëndësishme, Bandar Al Abbas, me që më kujtohet, ndërkohë kemi dhe këtë tirad, thash, goditje mund zemër të një pike shumë strategjike për sa i përket rëndësisë që ka për një vend, aeroporti. Pra, si jemi në kuadrin e mesazheve që palët po i japin njëri tjetrit, mendoj Ols, sepse thash, jam me ty, ky është një moment shumë i rëndësishëm. Goditja e aeroportit është moment që në një farë mënyrë është një mesazh shumë i fortë që palët po japin njëri tjetrin në rastin konkret. Si do ndikoj kjo, thash, te një mundësi ose përplasje apo një mundësi e një marrëveshje me Iranin, midis sigurisht SBA Iran? Tani, shpërthimi që u bë në portin e Bandar Abbasit, që u bë në datën 28 prill, domethënë që i bie një javë dhe pak ditë më shumë, erdhi si pasojë e një atentati terrorist që Izraeli kishte bërë. Ishte një minë e telekomanduar që ishte vendosur brenda një kontanieri, i cili me sa duket eksportonte apo importonte në Iran eksploziv, dhe kjo minë ka shkaktuar gjithatë shpërthim ku u shkatrua. E verifikuar kjo, Ols? E verifikuar? Po, është verifikuar me kamera, me gjitha. Domethënë, izraelitët mendohet që kanë vendosur një minë në një nga kontanierët që sillte cold liquid, domethënë që i bie benzin apo benzol të ftohtë që iranianët përdorin për këto raketat hipersonike, se në mënyrë që këto raketat mos kapen nga radarët, kanë nevojë për një lloj benzoli i cili është i ftohtë dhe nuk krijon nxehtësi që të kapen nga radarët. Dhe Irani e importon të benzolin nga Kina, thuhet. Dhe me sa duket izraelitët do kanë hyrë në anijen që me kontanier që sillte të benzol, dhe aty kanë vendosur minën dhe këtë minë e kanë aktivizuar më pas me telekomand që si kur tregojnë edhe pamjet që ju po tregoni këtu, e cila më pas ka shkaktuar atë shpërthimin e parë dhe më pas ky shpërthim është vijuar nga shpërthime zinxhir ku janë hedhur në erë edhe kontanier të tjerë me këtë benzolin e ftohtë. Tani,
Pse e bëri Izraeli këtë sulm terrorist që i bie përpara një 8 ditëve apo 9 ditëve? E bëri si një përpjekje e Netanyahut për të minuar marrëveshjen nukleare që Trumpi po të finalizojë me iranianët. Për personat që ndjekin në Twitter ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi, ai ka theksuar që ne jemi të gatshëm mos kemi armë nukleare. Dhe pasi amerikanët kanë rënë dakord me iranianët, Trumpi, sikur biseduam bashkë edhe në bisedën e kaluar, ka ardhur në presion nga lobi zionist i cili kërkon shkatrimin total të programit nuklear iranian, duke qenë edhe vetë energjinë atomike, diçka që është bie kuqe për iranianët. Dhe përpara pak ditësh, ministri jashtëm iranian Abbas Araghchi shkroi në profilin e tij në Twitter që thoshte ka persona që duan që ta shkatrojnë marrëveshjen tonë nukleare, edhe ai thotë ndër të tjera që neve jemi të gatshëm që t'japim fund programit tonë për krim bombë bërthamore që duan amerikanët edhe ne nuk duam bombë, por ne kërkojmë nga amerikanët respekt dhe reciprok për mbrojtjen e interesave reciproke. Në postimin e tij, Said Abbas Araghchi thoshte që kriminali i luftës që po bën gjenocidin në Gaza, Netanyahu, po mundohet që ta kërcënojë presidentin Trump me të gjitha mënyrat dhe ta detyrojë Amerikën që të hyjë në luftë me Iranin, diçka që presidenti Trump po mundohet që ta evitojë. Dhe që të provokonin një përgjigje nga Irani, ata bën sulmin terrorist në portin e Bandar Abbasit në datën 28 prill, dhe iranianët u përgjigjen me Houthit, se duhet ta dimë këtë gjë që raketat që kanë Houthit nuk janë raketat e Houthit, ata janë teknologji iraniane. Deri tani në shumicën e rasteve Houthit kur kanë goditur Izraelin zakonisht e godasin me raketat vjetra kohës Bashkimit Sovjetik me shumicën e rasteve me raketa Scud, sa për ta mbajtur Izraelin nën presion. Kurse sulmi që erdhi në datën 4 maj, domethënë para 2 ditësh, i cili sigur transmetonte edhe Jeruzalem Posti dhe prononcimet e ushtrisë izraelite, nuk u arrit që të kapej nga Iron Dome dhe nga sistemet e tjera antiraketore amerikane dhe izraelite, që supozohen të jenë aty për të mbrojtur Izraelin. Dhe Izraeli ka 3 linja mbrojtje raketore. Linja e parë janë sistemet antiraketore amerikane të vendosura në Djibouti, sistemi i dytë janë sistemet antiraketore amerikane të vendosura në Arabinë Saudite dhe Jordani, dhe sistemi i tretë është sistemi antiraketor vetë izraelit. Pra, iranianët, me teknologjinë që i kanë dhënë jemenasve, arritën që të mbulojnë një distancë prej 2000 kilometrash dhe raketa e tyre hipersonike mos të detektohet nga asnjë nga këto sisteme raketore. Dhe në shenjë simbolike, iranianët, me sa unë kuptoj, domethënë i kanë dhënë urdhër jemenasve që do godisnin në aeroportin e Ben Gurionit për t'i treguar izraelitëve që ju na hidhni neve në portin e Bandar Abbasit, neve u godasim Ben Gurionin. Në këto momente që ne po flasim, Netanyahu është duke ju kundër përgjigjur iranianëve dhe jemenasve, duke bërë bombardim masiv dhe shkatruar aeroportin e Sanas, e cila domethënë kjo është një krim lufte, sepse ai po godet një objektiv civil, nuk po godet një objektiv ushtarak, por Izraeli, duke patur mbështetjen e Amerikës, nuk do ta di për krimet e luftës që ata bëjnë. Hapi final që Izraeli i mbetet bëj tani është të godasë Iranin. Dhe kjo është vija e kuqe. Jo, para se të shkojmë aty, Olsi, se do shkojmë aty, po a do kemi një reagim të Iranit në raport me këtë ofensiv të Izraelit mbi Jemenin? Irani gjithmonë mundohet që
të luaj, si i thonë, safe, brenda ligjit ndërkombëtar, biles kur u godit aeroporti Ben Gurion, presidenti Trump akuzoi Iranin dhe tha është Irani mbrapa këtij sulmi, iranianët tha nuk kemi neve, sepse iranianët nga që kanë edhe problemet e tyre të brendshme, historikisht kanë vepruar sikur Felabie vepron NATO sot në Ukrainë, ku sulmet kundër Rusisë i drejtojnë amerikanët edhe britanikët, por amerikanët, britanikët, francezët thonë nuk jemi ne, janë ukrainasit. Dhe iranianët bëjnë të njëjtën gjë, dhe për mendimin tim iranianët përveç dënimit që ata do t'i bëjnë dhe i kanë bërë, domethënë bombardimit të Jemenit dhe ndihmës që do japin jemenasve, zyrtarisht, domethënë ushtarakisht ata nuk do bëjnë asgjë. Iranianët dhe ushtria iraniane nga që kanë probleme shumë të mëdha politike në vend, edhe për më tepër qeveria e reformatorëve të Pezeshkianit u zgjodh nga populli me kusht që të evitoj luftën, do të bëj çfarë do lloj gjëje që të jetë mundur që të evitoj luftën. Por sikur u prononcua dje për gazetarin brazilian Pepe Escobar, një nga drejtuesit e gardës revolucionare iraniane, një nga drejtuesit më të lartë që emrin unë nuk ja di, domethënë drejtuesi i gardës revolucionare ndaj pyetjes që ai ishte general Hajizade, ndaj pyetjes që Pepe Escobar i bëri generalit Hajizade dhe i tha që Ayatollah Khamenei premtoi për operacionin premtimi i vërtet, numër 3, domethënë se ka patur 2 sulme masive të Iranit kundër Izraelit, dhe sulmi më i madh erdhi pas vrasjes së Hassan Nasrallahit, dhe pyetjes që Pepe Escobar i bëri generalit Hajizade dhe i tha a do bëhet operacioni premtimi vërtet numër 3 apo jo, general Hajizade i tha që ne do të përgjigjemi kur të vi koha dhe kuptohet që iranianët presin momentin që Izraeli të ndërmarrë një sulm të drejtë për drejtë kundër Iranit. Deri tani Izraeli nuk po guxon që të kryejë një sulm të drejtë për drejtë kundër Iranit, nga që kjo do t'i japi Iranit justifikimin ligjor përpara ligjit ndërkombëtar për vetëmbrojtje, dhe deri tani izraelitët po bëjnë më shumë sulme terroriste, sikur ishte hedhja në erë e portit të Bandar Abbasit, dhe sulme të tjera që Izraeli bën me kolonën e 5 të bashkëpunëtorëve që ka brenda në Iran. Dakord, paka shumë është e qartë, po Ols, Shtetet e Bashkuara si ishe në raport me këto ngjarje që po ndodhin, dhe a do kemi më pas, do më thonë, një ndërhyrje, sepse sikur u ndërpren ato bisedimet për paqe, nuk e di, ka informacione që kanë rifilluar, por nuk e kam verifikuar këtë gjë. Tani po ka një luftë shumë të madhe ndërmjet administratës së Trumpit dhe lobit zionist. Në datën 25 prill, gazeta The Telegraph citonte presidentin Trump, ku ai thoshte që unë nuk do ta lejoj Netanyahun që të më tapi mua për hunde dhe të më fusin luftë. Dhe Izraeli është në një pozitë shumë të vështirë dhe Netanyahu po bën çdo gjë që është e mundur që të provokojë amerikanët që të hynë luftë kundër Iranit, sepse Izraeli e di që për sa kohë që Irani do të ekzistojë dhe për sa kohë që të ketë popull musliman që rrethojnë Izraelin, rezistenca për shlirimin e Palestinës do të vazhdojë gjithmonë. Netanyahu lidhur me situatën atje, si e vlerëson këtë telefonatën e Donald Trump me Erdoganin? Ka lidhje me po themi situatën e krijuar aktualisht në lindjen e mesme?
Kur ka ndodhur kjo telefonat, sepse nuk e di. Dje është dhe paka shumë Trump, regjia, unë duhet ta kem reagimin aty, ka pat një reagim e kam Twitterin e Donald Trump që sqaron nëse është mundur ta vendosim që edhe Olsi ta lexojë dhe të informohet për sa i përket një telefonate që ka pasur me Erdogan, ku vazhdon të qëndrojë, jo, të lutem, nëse është mundur regjia që për Olsin që ta ketë të mundur gjën. Pra, paka shumë është i njëjti qëndrim që mbajti edhe kur Trump takoi Netanyahun, i njëjti qëndrim për Erdoganin, është një djalë i mirë, një njeri që më ka ndihmuar dhe paka shumë u vendosën disa piketa, u folja tek ke Ols, mund e ke në ekran, domethënë. Okej, atëre kjo biseda që ka ndodhur ndërmjet Trumpit me Erdoganin, me sa duket vjen si kundërpërgjigje të përplasjes të drejt për drejt që ndodhi për para 2 ditësh në Siri ndërmjet ushtrisë turke edhe ushtrisë izraelite. Për para 2 ditësh që ndodhi, se po mundohem të gjej lajmin, por nuk po e gjej dot në këtë momente, është që ka ndodhur një përplasje shumë e egër në Siri. Izraeli ka bombarduar, nëse s'jam gabim, mbi 25 baza të milicive islamike, domethënë milicive që ka krijuar Turqia në Siri. Dhe në këtë bombardim që ka bërë Izraeli, ka vrarë shumë turq, por edhe aleat të Turqisë janë disa ushtri që ka themeluar Turqia apo disa milici që Turqia ka themeluar në Siri, sikur batalioni i Sultan Muratit e se që janë ca emra të tjerë që nuk kujtohet, dhe sikur tregonte kanali 12 izraelit, por e kanë transmetuar edhe shumë kanale tjera, nga që persona që u vranë kanë qenë, ka patur edhe shumë oficer turq që janë vrarë. Turqia ka çuar avionët e saj F-16 dhe me F-16-ën e saj është munduar që të xhami apo të bllokojë F-16-ët izraelit për bombardimet që ato po bënin. Izraelitët kanë bombarduar mbi 25 baza ushtarake që mbahen nga Turqia dhe i ka shkatruar ato. Dhe avionët turq që u dërguan për të shkancat teknologji ato që bllokojnë njëri tjetrin, në raportin nga kanali 12 i Izraelit thuaj që këta dështuan, nuk arritën që të bllokonin avionët izraelit dhe avionët turq u detyruan që të kthehen mbrapsht. Në avionën turq as nuk hyn në hapësirën ajrore të Sirisë, vetëm u çuan në qiell për t'i bllokuar. Dhe ka qenë një moment shumë i rrezikshëm ndërmjet Turqisë dhe Izraelit, nga që turqëve po i shkatroi dhe po i vriteshin ushtarakët e saj, por turqit përveç se u bllokuan që të bllokojnë avionët izraelit, më pas u tërhoqën. Dhe me sa unë kuptoj, telefonat e Trumpit ndoshta ka lidhje pikërisht me këtë, se domethënë në këto momente ne po kemi 5 luftra që po bëhen nga alianca amerikano-izraelite në linjën e mesme. E para, kemi bombardimin e Sudanit nga këto forcat e ndërhyrjes shpejt me këtë është një milici e cila lufton kundër shtetit sudanez që mbështetet nga Emiratet Arabe. Emiratet Arabe do të thotë Izraeli, sepse qëllimi i Izraelit është që quhen Rapid Support Forces, forcat e ndërhyrjes së shpejt, janë një milici e cila domethënë e ka futur Sudanin në luftë civile që prej një viti e më shumë. Kemi pra bombardimin e Sudanit, bile sot kishin hedhur një port në erë ata duke e goditur me dron. Pra kemi luftë që bëhet me proxy për Izraelin në Sudan. Izraeli dje edhe pardje ka bombarduar Sirin, Amerikanët kanë bombarduar Jemenin, ka bombarduar Libani, ka bombarduar Gazën, dhe nëse fusim këtu edhe sulmin terrorist që u bë kundër portit të Bandar Abbasit në Iran, kemi 6 luftra në 6 shtete, që po i bën Izraeli në mënyrë direkte apo indirekte. Deri dje, Amerikanët i kishin dhënë urdhër izraelitëve që mos ta bombardonin Jemenin, kurse pasi u bombardua aeroporti Tel Avivit, presidenti Trump shkroi në Twitter që tha, ne
e mirë kuptojmë Izraelin dhe i dha Izraelitëve dritën jeshile për të goditur Jemenin. Pra, në një kohë që Izraeli me Amerikanët janë duke bombarduar 5 vende në Lindjen e Mesme, kemi edhe Turqin tani, e cila fasi Hayat Tahrir al-Sham, kjo ushtria e xhihadistëve, mori pushtetin në dhjetor të vitit 2024 dhe turqit ndërronin që Siria do kthehet në një vilajet turk, tani po vinë në një konfrontim të drejt për drejt me Izraelin, ku turqit po shikojnë me sytë e tyre se si Izraeli është duke rrafshuar dhe shkatruar të gjithë infrastrukturën e Siris, biles për para pak ditësh edhe goditi bombardoi pranë pallatit presidencial të Ahmed al-Sharës, dhe turqit janë të tmerruar dhe duan që të bëjnë diçka, por deri tani nuk po bëjnë, nga që nuk guxojnë dot që të hynë luftë me Izraelin. Olc, nuk e di domethënë, po besoj kemi 10 minuta, duke qenë se ti je në Malajzi, po ndodh një midis Indisë dhe Pakistanit, nuk e di sa informacion ke, domethënë dy fuqi bërthamore që po kanë një konflikt që mund të degenerojë, domethënë për shkak se India së fundmi ka marrë një vendim për të mbyllur atë digën që furnizon 80% me ujë Pakistanin. Nuk e di sa i informuar je dhe si e lexon këtë zhvillim që është në kufi sërish me Iranin. Ky konflikti ndërmjet Indisë edhe Pakistanit është një konflikt i vjetër, domethënë që ky vjen që nga koha e asaj që quhet The Indian Partition, po puna është që shkaku për të ndezur konflikti ndërmjet Indisë dhe Pakistanit nisi nga ai sulmi terrorist që ndodhi në Kashmirin e kontrolluar nga India përpara pak ditësh, ku u vra një grup me turist dhe sikur thuhet personat që kanë bërë masakrën kanë pretenduar që janë grup xhihadistësh dhe India pretendon që ky grup xhihadistësh mbështetet nga Pakistani. Deri tani ushtria pakistaneze, shteti pakistanez ka deklaruar që ne nuk jemi mbrapa këtij sulmi terrorist dhe unë besoj që Pakistani nuk është, nga që Pakistani nuk ka interes që të hyjë në luftë me Indin. India është shtet shumë herë më i fuqishëm dhe shumë analistë dyshojnë që mund të jetë ndonjë palë tretë që mund ta ketë provokuar këtë konflikt. Miku im që është edhe me origjinë gjysmë pakistaneze, Sheh Imran Husseini, beson që mund të jetë edhe vetë India që mund ta ketë provokuar këtë, ose ndoshta Mossadi izraelit. Kur bëhen sulme terroriste, sikur bëheshin sulme terroriste që nga 11 shtatori, apo ato London bus bombing etj, sikur ka treguar historia, gjithmonë mbrapa tyre qëndrojnë shërbimet sekrete. Dhe nuk mund të jetë e pamundur sikur vrasja e turistëve që ka ndodhur në Kashmir të jetë bërë ndoshta nga Mossadi izraelit, pasi, sigur e kemi thënë edhe më herët, Netanyahu është një njeri i çmendur, domethënë ai do një luftë totale. Dhe një ndedhje e një lufte ndërmjet Indisë dhe Pakistanit do të thotë që me gjithë bota islame, që nga Turqia e deri në Pakistan, është në flak. Por duhet të kuptojmë një gjë tjetër, që si India si Pakistani janë që të dyja fuqi nukleare. India përpara pak ditësh është tërhequr nga një marrëveshje që ka bërë me Pakistanin për kontrollin e përbashkët të lumejve. Në këto momente që ne flasim, India deklaron që ka mbyllur rrjedhën e 2 lumejve, sepse lumejt e Pakistanit rrjedhin nga Himalajet, që janë në pjesën e Indisë, dhe Pakistani po kërcënohet me një katastrofë ekologjike. Ushtria pakistaneze ka deklaruar se nëse India bën një gjë të tillë, kjo është një deklaratë lufte, që kur nisi ky incident, nëse s'jam gabim përpara 4 ditësh a 5 ditësh,
ushtria pakistaneze ka njoftuar që ata janë në gjendje gatishmërie dhe presin sulm masiv ushtarak nga India. Kryeministri Modi i ka dhënë urdhër ushtrisë indiane që të bëjë çfarë tjetë e nevojshme. Edhe besohet që mund të kemi një konflikt, ndoshta në 72 ose maksimumi në një javë që vjen. Po ngjelet që të shohim se si do të jetë konflikti. Konflikti pothuajse ka nisur për personat që ndjekin raportimet e Al Jazeerës. Kemi goditje dhe shkëmbime zjarri ndërmjet kufirit indo-pakistanez, por deri në këto momente nuk kemi një përshkallëzim të konfliktit. Nëse ky konflikt do të përshkallëzojë, ushtria pakistaneze, e cila nga ana konvencionale është ndoshta më e dobët se sa India, ka premtuar që do të përdori gjithë arsenalin e saj, duke lënë kuptohet që ndoshta edhe armët bërthamore. Kujt do t'i interesonte një konflikt ndërmjet Indisë dhe Pakistanit, sikur e thash më herë, zionizmit, ai që projekti zionist është djegja e botës. Po, ajo që pash tjetër orës është që, domethënë, rolin e Rusisë në raport me Indinë dhe Pakistanin, si e vlerëson se pash, domethënë, takime të rëndësishme që bëjnë palët, Lavrov ishte me homolog në Pakistan, Putin komunikon me Modin, bëhet fjalë për këtë nuk ta them me garanci se duhet ta verifikoj, domethënë për ndihmë dhe mbështetje ushtarake nga ana e Rusisë për Indinë, po këtë nuk të e marr me rezerva. Historikisht Rusia ka qenë aleati më i ngushtë i Indisë dhe ushtrinë indiane, raketat indiane etj, teknologjinë që ata kanë ruse, që nga raketat Brahmos që ata i kanë zhvilluar në bashkëpunim me Rusinë, por Rusia nuk ka interes që të nisi një luftë ndërmjet Pakistanit edhe Indisë në këto momente. Për shumë arsye. Arsye numër 1 është se një luftë e tillë do të vinte në pikpyetje projektin e BRICS-it, që rusët edhe kinezët duan të bëjnë. Dhe si India, si Pakistani janë antarë të BRICS-it. Gjëja e dytë është që në rast të një superioriteti ushtarak nga ana e Indisë ndaj Pakistanit, medomos që Kina do të hyjë në luftë, sepse domethënë zona e Kashmirit është e pushtuar apo e ndarë në 3 pjesë. Një pjesë është ai që njihet si Azad Kashmir apo Kashmiri i lirë. Pjesa tjetër është Xhamu dhe Kashmir, që është zona e Xhamut dhe Kashmirit që India mban të pushtuar që nga 1947. Dhe pastaj është zona e Aksai Chin, e cila është pjesa veriore e Kashmirit në zonën e Ladakut, të cilën e mban Kina në pushtim, dhe kinezët me indianët kanë bërë disa luftra për atë. Konflikti më i fundit ishte përpara pak vitesh, ku kinezët arritën që të detyrojnë ushtrinë indiane që të tërhiqet. Dhe puna është kështu që në rast të një superioriteti nga ana e Indisë, nëse lufta nuk bëhet nukleare, por bëhet konvencionale, ndaj Pakistanit, kinezët do të ndërhyjnë ushtarakisht. Anën e kujt do mbajnë? Anën e Pakistanit. Pakistanit? Po, kinezët janë aleat Pakistanit dhe kanë një aleancë shumë të fuqishme bides edhe modernizimi i Pakistanit, investimet në Pakistan, ndërtimi i nëndecëve etj është nga ana e Kinës. Dhe rusët janë të tmerruar nga mundësia e një konflikti të tillë, sepse një konflikt i tillë do të shkatërronte atë unitetin ruso-kinez, sepse rusët janë në një pozitë shumë të vështirë në këto momente, se ndërsa ata kanë nevojë për Kinën, që nga sjellja e naftës, të tregtia etj, në anën tjetër ata kanë investime që në luftën e ftohtë me Indinë dhe do të detyroheshin që në rast të një konflikti të hynin në krah të palës indiane. Po çfarë do të thoshte kjo? Kjo do të thoshte fitoren e zionizmit perëndimor, sepse nëse Kina do ndërhynte në luftë dhe Rusia do të ishte në një pozitë jashtëzakonisht të tmerrshme dhe të vështirë, edhe për më tepër një luftë indiano-pakistaneze
do të diqte gjithë Azinë Qendrore, dhe Azia Qendrore është në kufi me Rusinë, dhe do të sillte një ringjallje të talibanëve dhe grupeve të tjera të cilat historikisht kanë kërcënuar ekzistencën e Rusisë. Prandaj rusët e shohin këtë mundësi konflikti si shumë të rrezikshëm,